Në kuvent është mbledhur sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën për të shqyrtuar kërkesat e PS-s për të përjashtuar deputetët e PD-s pas seancës plenare të djeshme, e cila u shoqërua me përplasje fizike. Mësohet se seanca është shoqëruar me debate të forta, pasi përfaqësuesit e opozitës kërkojnë që mbledhja të zhvillohet me dyert të hapura. Deputeti demokrat Sajmir Koreshi, për cilin është kërkuar përjashtim nga seancat e kuvendit, është shprehur se kërkesa për përjashtimin është e padrejtë. Do duhet që mbledhja të jetë e hapur, po kërkoni të përjashtoni 29 deputetë opozitës pa të drejtë, kërkoj që të na vini në dispozicion provat dhe që ato të jenë publike, tha ai. Kujtojmë se grupi PS me një kërkesë drejtuar kryetarit të kuvendit Niko Peleshi ka kërkuar marrjen e masave disiplinore dhe 29 deputetëve të Partisë Demokratike. Në kërkesën e PS argumentohet se seanca plenare u shoqërua me akte dhune, përfshirë hedhjen e lëndëve piroteknike dhe sendeve të forta në sallë, sulme ndaj kryetarit të kuvendit, antarëve të Këshillit të Ministrave dhe punojësve të Gardës së Republikës, si dhe bllokimin e foltores dhe zhvillimin normal të punimeve parlamentare. Deputetët për cilët kërkohen masa disiplinore, përjashtim për 60 ditë nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare për Belind Kolliçi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Ledina Alolli, Denisa Vata, përfutje dhe përdorim të lëndëve piroteknike në sallën e kuvendit, Klevis Balliu, Flamur Noka për mosbatim të masave disiplinore, dëmtim të pajisjeve të kuvendit dhe veprime të dhunshme ndaj Gardës së Republikës, përjashtim për 30 ditë nga seancat plenare për komisionet parlamentare, Elda Hoti për dëmtim të pajisjeve dhe mosrespektim të kodit të sjelljes, Kazmend Bardhi, Sali Berisha për shkelje të përsëritura të rendit të seancës, përdorim të gjuhës jo parlamentare dhe pengim të zhvillimit normal të punimeve parlamentare, përjashtim për 10 ditë nga seancat plenare dhe komisionet parlamentare, Besar Xhaferi, Xhelal Mziu, Bledion Albati, Luciano Boçi, Sajmir Koreshi për pengim të zhvillimit të seancës dhe akte dhune, Edi Paloka, Ina Zhupa, Klodiana Çapja, Oerd Bylykbashi, Eno Bozdo, Tomora Lizoti, Ivi Kaso, Gen Strazimieri, Luan Baçi, Bledi Himçi, Greta Bardeli, Manjola Luku, Flamur Hoxha dhe Kliti Hoti.